Bismillahirrahmanirrahim. Jemi në ditën e 18 me radhë. Jemi me datën 8 mars. Është një ditë e veçantë, është pra dita e nënës e gruas. Mirë po, dita e nënës dhe gruas nuk është vetëm një ditë, ajo është gjatë gjithë vitit. Sepse ne si besimtar jemi të obliguar të respektojmë pra nënat, motrat, gratë, ta respektojmë pra gruan, nënën, motrën, vajzën, t'i respektojmë sepse Zoti ka zbritur një sure, surja Nisa për gratë. Ka zbritur dhe një sure për nënën e ndershme, Mejremen. Po ashtu, pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka mësuar se kush meriton më shumë t'i kujdesje. Erdhi një njeri te i dërguari dhe e pyeti: "Kush meriton ja Resulullah më shumë kujdesje?" I thanë: "Kale thumme men kale, kale ummuk, kale ummuk." 3 herë i thanë nëna jote. Pastaj të 4-ën herë për t'ja vendosur kapakin kësaj shtylle i tha babai. Prandaj ne kemi ardhur nga barqet e nënave tona të pazhvilluar dhe nëna rrezikoi gjithçka, rrezikoi edhe jetën e saj që ne të jemi në këtë botë. Nëna vazhdimisht kujdeset për fëmijët e saj, si dhe babai, që ata fëmijë të rriten, të edukohen dhe të jenë të ditur, të mençur, të marrin zanate dhe të përparojnë. Prandaj nuk është vetëm një ditë që ne duhet ta nderojmë nënën dhe ta respektojmë nënën, gruan, motrën, vajzën, por duhet të jetë i gjithë viti. Andaj, kush nuk i falenderon njerëzit, ai nuk e falenderon as Zotin. Pra, ai që nuk i falenderon njerëzit, ai nuk e falenderon as Zotin. Ne i falenderojmë nënat tona, motrat tona, vajzat tona, gratë tona, pra këtë ditë të gruas, i falenderojmë për çdo të mirë që ato pra kanë bërë për ne dhe po bëjnë për ne. Zoti ju shpërbleft me xhenet. Zoti ju shpërbleft me mirësi dhe në këtë botë. Juve nëna fisnike që na rritet me mund, na edukuat dhe na bët që t'jemi ne këta që jemi ne sot. Falenderojmë Zotin dhe falenderojmë nënat tona që sot ne flasim, jemi të shkolluar dhe jemi të edukuar. Selam aleikum.